Frikësojuni Allahut është këshilla më e mirë në çdo kohë dhe në çdo gjendje. Frikësoju Allahut kudo që të jesh, nuk ka asgjë më të vlefshme se kjo këshillë. Vërtet frika ndaj Allahut i sjell njeriut zemërgjësi dhe qetësi në këtë botë, kurse në botën tjetër i sjell shpëtim dhe i sjell sukses. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. E kush Allahut ja ka frikën, Allahu i bën zgjidhje, i bën rrugdalje për çdo gjë dhe e furnizon nga ai nuk e mendon fare. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke thënë: "Kayfa yuqaddisu Allahu ummatan la ya'khudhu li da'ifihim min shadidihim." Si ka mundësi që Allahu ta ngris një popull, ose thënë ndryshe, nuk ka mundësi që Allahu ta ngris një popull përderisa ata nuk e morrin të drejtën e të dobtit të tyre nga i forti i tyre. Pra Allahu nuk e shëntron një popull, nuk e ngrit një popull përderisa ai nuk i del zot të dobtit të tyre ndaj të fortit të tyre. Vëllezër të nderuar, sot do të flasim për një mëkat të madh, një krim të rënd, një ves të legë, një përshkrim të ullët, mëkat që i përbin veprat e mira, mëkat që sjell fatkeqësi, lind prej tij armiqësi, lind prej ty urrejtje, lind prej tij çrregullim në mesin e njerëzve, në mesin e popujve, në mesin e shoqërisë. E ai mëkat është padrejtësia apo zullumi. Padrejtësia është apo zullumi që ti kalosh kufenjet të cilat i ka përcaktuar Allahu te bareke ve teala. Padrejtësia është që njeriu ta tepron karshi Allahut te bareke ve teala dhe të hynë njerëzve në hak dhe njerëzve t'u amer të drejtat të cilat i takojnë atyre. Për shkak të këtij gjunohi të keq, për shkak të këtij vesi të keq, për shkak të këtij virtyti të ullët, Allahu te bareke ve teala fillimisht padrejtësinë ja ka ndaluar vetes së tij, pastaj atë e ka bërë të ndaluar edhe për njerëzit në përgjithësi. Andaj Allahu te bareke ve teala në hadith kutsi thot: "Ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu." O ju njerëz, o robërit e mi, unë e kam ndaluar padrejtësinë ndaj, fillimisht e kam ndaluar padrejtësinë vetes sime. Pastaj e kam bërë padrejtësinë të ndaluar në mes të jush, që ju t'i bëni padrejtësi njëri tjetrit, andaj mos i bëni padrejtësi njëri tjetrit. Pra Allahu te bareke ve teala këtë mëkat makabër, këtë mëkat të madh e ka ndaluar fillimisht për veten e tij, pastaj e ka bërë të ndaluar për njerëzimin në përgjithësi. Kjo për shkak të pasojave të rënda për shoqërinë dhe popujt. Nuk është shfaqur padrejtësia në ndonjë popull përveç se ajo ka qenë shkak për shkatërimin e tyre dhe për përshpejtimin e ndëshkimit të Allahut te bareke ve teala. Allahu te bareke ve teala thot: "Wa kadhalika akhdhu rabbika idha akhadha al-qura wa hiya zalimah. Inna akhdahu alimun shadid." Kështu është dënimi i Zotit tënd kur ndeshkon vendet që kanë bërë padrejtësi. Vërtet dënimi i tij është i dëmshëm dhe i rrezikshëm. Të padrejtit, zullumçorët nuk i don Allahu te bareke ve teala. Nuk e udhëzon
të padrejtin, nuk e uzon zullumçarin, nuk ja fal gjunohën përveç se me dëshirën e tij. Ai është i privuar nga suksesi në këtë botë dhe po ashtu në botën tjetër. Të nderuar vëllezër, mos të mendoj askush se padrejtia ndaj njerëzve, si rrohja, fyrja, shpifja, mashtrimi, ngrënia e pasurisë së tjetrit, cenimi i nderit, derja e gjakut, e kështu me radhë, se këto do të kalojnë pa u ndëshkuar fare. Madje ndëshkimi për këto padrejtësi, ndëshkimi për këto mëkate do të jetë fillimisht në dynja para se të jetë në botën tjetër. Allahu te bareke ve teala ka garantuar se padrejtësinë të cilën njerëzit e bëjnë ndaj njëri tjetrit, atyre të cilëve është bërë zullum, do të arrijnë të drejtën e tyre, nëse jo në dynjë, do të arrijnë me padyshim drejtën e tyre në ditën e gjykimit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se në ditën e gjykimit çdo njeri do të arrijë të drejtën e tij, çdo njeri do ta marrë të drejtën e tij nga i cili e ka privuar nga kjo e drejtë. Sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, përderisa edhe delja e cila ka qenë pabrir në këtë botë, do ta marrë hakun e saj nga delja e cila ka qenë me brirë në këtë botë dhe i ka bërë zullum asaj. Pra kjo është garanca e Allahut te bareke ve teala. Kjo është drejtësia e Allahut te bareke ve teala për ata të cilëve u është bërë e padrejtë. Andaj njeriu nuk duhet të habitet, njeriu nuk duhet të mendoj, njeriu nuk duhet të dyshojë në besimin e tij, në imanin e tij, se dikush i cili po bën padrejtësi në këtë botë po e arrin qëllimet e tij, në këtë botë po jeton i lirë dhe ndëshkimin e tij nuk përmerr në këtë botë. Nuk ka dyshim se njerëzit të cilët bëjnë zullume, fillimisht në ndëshkimin e tyre kanë me marrë në këtë botë, për arsye se ata njerëz nuk janë të lirë në veten e tyre. Ata njerëz nuk jetojnë të qetë në veten e tyre. Ata njerëz vazhdimisht janë në frikë. Fillimisht se ati të cilët i kanë bërë padrejtësi, ndoshta ka mundësi që ai t'i hakmirën. Pastaj nuk është i qetë në veten e tij nga lutjet të cilët i bën ai i cili i është bërë e padrejtë. Por arsye se lutja e acina të cilët i është bërë padrejtë e ka garantuar Allahu te bareke ve teala se mes saj dhe mes Allahut nuk ka perde. Mes saj, mes lutjes së të bërit të padrejtë dhe atij i cili i ka bërë padrejtësi, Allahu nuk ka lënë asnjë pengesë në mesin e tyre. Dhe ky njeri nuk ka mundësi që të jetojë i qetë, nuk ka mundësi që të jetojë i lirë në veten e tij. Kurse ajo e cila na mashtron ne, sa ai po jetoj ka i lirë dhe ai po jetoj ka i qetë, edhe pse po bëj ka padrejtësi, kjo në sytë e tonë ndoshta mund të duket ashtu. Mirë po, edhe nëse në dynjat arrin që ta kaloj, pa e por ne se ai e mor dënimin e merituar, Allahu te bareke ve teala një gjë të tillë e ka garantuar në ditën e gjykimit. Duke thënë: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, inma yu'akhiruhum li yawmin tashkhasu fihi al-absar." Thot Allahu te bareke ve teala, dhe kurse si mos e llogarisni Allahun të shkujdesur, të pavëmendshëm ndaj asaj të cilët e bëjnë pazullumçarët. Por se ai i vanon ata deri në atë ditë kur sytë e tyre do të shmangen dhe në atë ditë Allahu te bareke ve teala do t'u jep hakun të gjithë atyre të cilëve u është bërë padrejtësi. Te bareke ve teala kur i përshkruan zullumçarët në ditën e gjykimit thot:
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. Dhe zullumçari në ditën e gjykimit nuk do t'i bëj asgjë dobi pendimi i tij. Ai në ditën e gjykimit do të pendohet për punët të cilat i ka bërë, për zullumet të cilat i ka bërë, mirë po Allahu nuk do t'ja pranoj pendimin e tij, sepse atëherë është vonë dhe ai do ta merr mallkimin e Allahut dhe do ta merr vendin e merituar në xhehenem. Allahu na ruaj. Andaj edhe ka thënë el yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dhulma al yawm. Sot do ta merr shpërblimin secili njeri, shpërblimin e merituar dhe në këtë ditë nuk ka zullum. Pra Allahu te bareke ve teala garanton se në ditën e gjykimit nuk ka zullum. Aty është drejtësia e Allahut te bareke ve teala, andaj çdo njeri do ta merr atë të cilën e ka merituar në këtë botë. ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. Dhe a dit Allahu do t'u thot zullumçarve, shijojeni zjarrin e xhehenemit, të cilën e përgënjeshtroni në dunja. Andaj e lutim Allahun te bareke ve teala që të na bëj për atyre të cilët janë të drejtë me njerëzit e tyre, janë të drejtë me familjarët e tyre, janë të drejtë me shoqërinë e tyre, janë të drejtë me të gjithë ata të cilët i kanë nën mbikëqyrjen e tyre. E lutim Allahun te bareke ve teala që zullumi i cili i bëhet muslimanëve në përgjithësi në botë, që Allahu këtë zullum, këtë padrejtësi ta heqë për tyre